Specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës kapën dhe ndaluan shtetasin në kërkim DM 24 vjeç banues në Vlorë, të cilin gjykata e Vlorës e ka dënuar me 2 vjet, 10 muaj dhe 28 ditë burgim për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Komisariatin e Policisë Saranda arrestuan në flagrancë një 30 vjeçar banues në Korçë, pasi në vendin e quajtur Gjiri i Hartës nuk u ish bindur urdhit të punonjësve të policisë për të ndaluar automjetin. Pas ndalimit rezultoi se ai e drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Specialistët e stacionit të policisë Konispol arrestuan në flagrancë një 30 vjeçar banues në Krujë, pasi në fshatin Shkallë gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 26 vjeçar banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka trafikuar nga Spanja një motomjet. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit në X 52 vjeç banues në fshatin Risili, pasi në një objekt që ai kanë përdorim është konstatuar lidhje e palishme e energjisë elektrike. EL 52 vjeç banues në Vlorë, pasi ka kallëzuar një shtetase se ai e shqetëson vazhdimisht nëpërmjet celularit. JQ 36 vjeç banues në Itali, pasi ka kallëzuar ish bashkëjetuesi i tij se ai i dërgon në mënyrë të vazhdueshme mesazhe fyese në celular. Ndërkohë rreth orës 8:40 të mëngjesit në afërsi të fshatit Kuç, ja përplasur automjetet me 2 drejtuesit, një 75 vjeçar dhe një 55 vjeçar banues në fshatin Gumenic dhe Qeparo. Si pasojë janë dëmtuar le 2 drejtuesit e automjeteve dhe 2 pasagjerët që ndodheshin në një prej automjeteve, të cilët janë transportuar në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës për ndihmë mjekësore. Materialet procedurale për gjitha këto ngjarje i referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme hetimore.